wasta'inu bis-sabri was-sala, inna Allaha ma'as-sabirin. E që t'jeni të suksesshëm në gjithë shka që ka të bëjë me Zotin, apo me krijesa, dy janë sekretet. As-sabr, vetë përmbajtja, durimi, duro, vetë përmbahu, dhe namazi. Allahu është me ata që janë të durushëm, me ata që vetë përmbahen. Gjithë sekreti është ta mbajsh vetën në momentin kur ti merr goditjen. Qoftë për të bërë haramin, aty, ai moment është, pastaj kalon gjithçka. Qoftë për të bërë urdhëresën, që thot nefsi apo shoqënia mos e bëj, duhet të tregosh pak durim dhe të çohesh ta bësh, apo qoftë momenti kur të godet Allahu me diçka prej fatkeqësive, prej sprovave, në atë moment duhet ta çosh mendjen ke Zoti, duhet përmendësh Zotin, atëherë ti je i suksesshëm. Çfarë tha Zoti? Nëse doni të keni sukses, dy janë sekretet. As-sabr